Nderuar miq, mirëmbrëma, përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë transmetim të drejt për drejt në televizionin Fox News, në emisionin e përjavshëm nga Kalaja, një emision faktikisht i njëanshëm. E kam deklaruar që në kryetarës që ky është një emision i njëanshëm, në fakt flet subkonscienca, mision, po është e vërtetë, edhe me të ftuarit që kemi në studio, sigurisht që ditën e sotme do të trajtojmë një sër temash, por ju e keni ndjekur në rrjetet sociale se kë unë kam ftuar, faktikisht është vetëm gjysma panelit në studio, sepse gjysmën tjetër ka trafiku, po edhe parking, nuk ka parking, domethënë rreth e qark. Kështu që kjo është Tirana dhe pa diskutim që një nga çështjet kryesore është edhe katandisja e Bashkisë Tiranës, edhe çështja e Bashkisë Tiranës, aktorët dhe faktorët që e kanë katandisë Tiranën deri në këtë pikë. Përpara se të ju prezantoj të ftuarit e mi për natën e sotme, do doja të mbaja një qëndrim timin personal, sepse siç e keni ndjekur, unë jam paditur ditën e sotme nga kryetari i Bashkisë së Tiranës në detyrë, Erion Velia, jam paditur në gjykatë dhe faktikisht i kam bërë disa herë thirrje Erion Veliajt që në rast se do të bënte një nder në jetën e vet, të paktën një herë Shqipërisë, është që të fliste ato që di për Edi Ramën, por me sa po kuptoj, ai nuk ka ndërmend të bëlbëzojë këtë rast dhe fakti që po merret me mua si gazetar duke më paditur në momentin më të vështirë të jetës tij, besoj unë, sepse unë jam liri, ja ju po e shikoni, jam drejt për drejt në Fox News, ndërsa ai zotëria është në kokër të burgut. Gjithsesi, ky është një moment që do sqarohet shumë mirë në gjykatë. Një gjë po ju them, që unë nuk tërhiqem nga të gjithë ato që kam thënë, regjia në këto momente më ndihmon edhe me fletën e thirrjes që më ka bërë në gjykatë, është paditësi pra Erion Veliaj dhe jam unë si person që pas kam shpifur për zotin Veliaj, gjithsesi unë do t'i demantoj të gjitha akuzat njëra pas tjetrës në gjykatë, por jo vetëm kaq, ka ngritur pretendime të çuditshme për disa fjalë të cilat ne do t'i japim sqarimin e duhur në gjykatën e Tiranës me datën 6 nëntor. Nuk e di nëse regjia ka mundësi të na e kthejë me splitera, pra të transmetojmë dhe unë dhe kërkesa që ka bërë gjykata që unë t'jem atje. Ndërkohë do doja t'ju thoja se unë as nuk kam prishur shtëpinë e askujt, as nuk kam vjedhur taksat e askujt, as nuk kam vrarë njëri, si që është vrasja Ardit Gjoklajt, do më thënë një minoreni që u vran Lemfillin e Sharrës, nuk kam bërë tender, as skema 5D, as historira tilla, jam një qytetar i lirë i këtij vendi dhe pa diskutim ky moment është shumë interesant për me kuptu. Në fakt, historia ime me Erion Veliajn është shumë e gjatë, ka vite e vite, por nuk e di se si që qershia mbitur pikërisht tani, kur ai përballet me burgun, pra nga burgu. Falë të ndërpres si koleg, bëjmë pyetje. Për çfarë do të pretendojë që ti ke shpifur? Çfarë ke thot ti? Që të ka janë disa momente që pretendon ai, domethënë për shërbime seksuale, për si shërbime seksuale, shkujtim. Që janë ofruar domethënë ambasadave etj. Unë doja që ky gjyq të mos zhvillohet. Pse? Po se nëse fiton ti do ta ketë me vendim gjykate që ka bërë atë punë. Kupton nga formë ligjore pastaj. Kështu që unë jam në anën e Zotit, më zgjidheni miqësisht me një. Shiko, unë këtë doja të thoj Armir, në fakt unë nuk e zgjidh miqësisht, pra unë nuk bëj marrëveshje, siç është mësuar me bë marrëveshje me disa njerëz tjerë, unë do shkoj në gjykat, po i bëj thirrje nga kjo studio, duhet vish në gjykat me datë 6 nëntor. Në rast se nuk do vish në gjykat, turpi do të ndjek ty nga pas. Kështu që shkojmë aty edhe ti zgjidhim këto probleme që kemi, me që ti ke probleme me mua sepse unë kam dalë publikisht gjithmonë kundër. Dhe ti e di shumë mirë se ku është i gjithë problemi, por nuk mund ta bëj dot publike tani, do të jenë për gjykat. Falenderoj panelin që kam natën e sotme, Armir Shkurti, gazetar, faleminderit Armir që je me mua sot, avokatin Altin Goxhaj, mirëmbrëma, faleminderit avokat. Edhe si avokat jo këtë rast. Po ashtu dhe Erald Dagën, avokat, mirëmbrëma Erald, dhe zotin Redon Meksi, avokat, mirëmbrëma Redon. Tani me lejen tuaj unë do doja tani se unë nuk doja të isha në këtë pozitë, po me që është lajmi i fundit, domethënë dhe nuk është trajtuar në media dhe zgjodha ta trajtoj te emisioni im ku ka më mirë. Erion Veliaj pa ditë gazetarin në këtë rast, Aulon Kalaja në këto momente, Armir si duket në pamje të parë ky moment që ka zgjedhur domethënë dhe padia. Më pëlqen. Është interesant. Por mendoj që
ashtu siç ti e fton zotin Velije tjetë në sallën e gjyqit, unë besoj që ai do tjetë në sallën e gjyqit. Bile pa pranga. Sepse siç është historia, se kam 3 avokat nderuar këtu, siç është historia e gjyqeve në Shqipëri që shkojnë nga 15 vjet, mendoj që ai do ketë bërë te burgun për cilin e kanë arrestuar, dhe kur të vijë radha për të gjykuar, ndoshta të dy do të jenë në pension. Edhe me këtë drejtësi që është. Qofse do ketë ndryruar gjë tjetër, mirë, po me këtë drejtësi besoj që nga mosha pensionit mund të jeni të dy para gjykatës. Përtej humorit edhe shakas, unë mendoj që për zotin Veliaj nuk ka ngelur shqiptar pa folur. Shqiptar pa folur. Do më thënë edhe antarët partisë ti kanë thënë gjithë shka. Për mënyrën se si hyrin atë parti, për mënyrën se si bëri karrierë, për mënyrën se si u soll me Tiranën, dhe ajo që kanë, dhe deri tek vajtja para pas hekura, desha të them. Po. Në këtë situatë, nëse zoti Velia e shqetëson fakti që ju pas keni thënë për të që ka ofruar favore seksuale, favore apo shërbime seksuale? Kam thënë çun mami. Po mirë, çun mami nuk është shpirt, gjithë mami na ka bërë. Akoma s'na ka bërë prindi një, mami apo jo. Dhe nuk është se pres ndonjë gjë tjetër. Do të thonë, mua më pëlqen që hera herës Velia i bën këto lëvizje, sepse ne kthehemi tek ai muhabeti që edhe kohët e fundit diskutohet shumë shoqëri shqiptare të çuni mirë. Erion Velia i ka hyrë në Bashkinë e Tiranës dhe në politikë si çuni mirë. Fillim fare të gjithë thonë çuni mirë, një çun që është qytetar, një djalë që unë me Altini kemi vënë emrin Lali, sepse kishte këtë Lali, kapte njerëzit për qafe, i dashur, dhe nga çuni mirë doli ky që është. Dhe njerëzit tani që është matan hekur thonë çuni mirë. Lali pas ka hallin të çoj për shpifje një gazetar me cilin mund ta kishte zgjidhur në forma të tjera, domethënë mundet fare normalisht të kishte kontaktuar përmes dikujt, thoshte vllap, gërën qaf. Këto që ke thënë janë gabim. Ose ti le thuj diku, ose fakti që zgjedh, domethënë një person i cili në fund fare ka probleme drejtësi dhe e kupton shumë mirë se ç'do thotë probleme me drejtësinë. Më saktë ka pas ditur se ç'do thotë probleme me drejtësinë, unë kam nxjerr tek emisionet e gjatat. Kur thoshte se po e krujton me shtetin, do shkojnë në për gjykata, do qajnë, kanë qenë burra më të mirë se këta dhe kanë qarë në për gjykata. Dhe një person që ka kalu ma tanë, krahun e këtyre që qajnë në për gjykata, vazhdon, do të bëj njerëz të tjerë, jo se do të bëj gjë ty, po fakti që do të çoj në gjykat, duket që nuk e ka mësuar mësimin. Kjo është ideja. Gjithsesi, unë them që do shohim shumë gallat me këtë histori, dhe ndoshta do të shërbej si edhe një modus që moment që do përpiqen njerëzit që ai të harrohet, do dalë emri i tij skem përmes kësaj historisë me ty, seancat me ty. Falenderoj Altin, të njëjtën pyetje, në fakt kam për të gjithë panelin. Këtë moment si e shikon të kësaj padije? Unë kam qenë në të njëjtën pozitë që ti në vitin 2009, 2010 me Erion Veli në gjykatën penale, me Arbian Masnikun, Endri Fugën edhe Arbër Velien. Të 4 gjyqet ata i humbën, dhe një nga shkaqet e gjyqeve në aspektin formal, po themi, si ishte njëta akuzë, të copy-paste është ajo gjë, ka të bëjë edhe me pikërisht shërbime seksuale për kacet, për cilat pretendon Erion Velia, por që i ka humbur këtë gjyqe, kupton, po ta kapësh. Çështja qëndron që Erion Velia në krizën që ndodhet, në pozitat që ndodhet, ka shumë halle, ka dhe shumë këshilltar brenda familjes tij, në aspektin ligjor gjithmonë, të cilët si thosh nuk dinë se çfarë të bëjnë, gjejnë si thosh shtigje, gjejnë vrima, por se kupton që janë në një labirint, në një vrim të cilën nuk mund të dalin ande ka kanë hyrë. Në atë vrim ato do dalin nga një vrim tjetër, që dalin për jashtë dhe u ka ngecur pozicioni i trupit që s'dinë se si të lëvizin dhe si të ngatarrohen në këtë labirint që u ka ndërtuar Rama dhe jo ne. Ne vetëm gjë që kemi bërë është që para se të futej brenda në këtë vrim, ndërtuam bashkarisht me ty, me Armirin, me Wilson Kulemanin në vitin 2024 disa podcaste parapritëse të përcaktimit të koordinatave të vrimës. Kemi bërë rreth
14 podcaste, është një cikël, një seri që gjendet në faqen e Shpresonit. Më kujtohet edhe një libër me emrin Vrima. Po se kemi bërë ne. Kam vetëm me vrim ma, jo vrimë. Kjo është një vrim. Dhe ne ja përcaktuam me koordinata që ti do bish te kjo vrima dhe Rama do të hedhej te kjo vrima. Dhe ja treguam këtë gjë pasi unë kisha bërë që në 5 janar të 2024-s denoncimi publik që tashmë vjen koha e vrimës së Erion Velis. Në momentin që Erioni kërkoi të hapte një vrim Edi Ramës, Edi Rama tha, "Ok, kjo vrim që u hap për mua do jetë për Erion Velin." Tani, ç'mund të mendojë njëri brenda një vrime Biruca? Ç'mund të mendojë njëri që detyrohet pi raki, siç e kanë denoncuar gazetarët, në një vrim Biruca? Ç'mund të mendojë një njeri i cili shpresonte që do ta nxirrte nga vrima Alex Orosi, i cili e braktisën në vrimën ku ka rënë, ose më saktë që e kanë hedhur. E gjitha kjo histori është historia e një vrime në kokën e Erion Velis, e cila prodhon edhe këtë padi idiote, që unë do të falenderoj Erion Velin, avokat Erion Velis, do më japin mua një mundësi shumë mirë bashkë besoj edhe me Eraldin, që të jemi krah tënd për të trajtuar një histori që ka ngelur pa trajtuar. E them me sinqeritet të që në vitin 2002, kur Erion Velia bëri këtë ofrim shërbimesh në prezantimin e shumë denoncime që u bë që ai kur nuk e kundërshtoi në nivel ligjor, në kohën që kishte mundësi ta bënte, ke autorët përkatës që e kanë nxjerrë publikisht këtë gjë dhe që njeriu që e ka promovuar publikisht në Shqipëri ka qenë Mero Bazja në vitin 2006, i cili ka nxjerrë të dhëna konkrete mbi këtë gjë dhe që sot është në krah të Erion Velis. Është mirë që publikisht të sqarohet dhe unë besoj që Erion Velia i ka bërë një shërbim pa dashje në budallokun e vrimës ku ndodhet, publikut për treguar se si funksionojnë skemat e Sorosit në Shqipëri. Dhe unë jam i sigurt që ky gjyq do të jetë një spektakël i jashtëzakonshëm mediatik për faktin se temat që do trajtohen janë vërtet ato që kënaqin edhe njerëzit e interesuar në politikë, edhe njerëzit që kanë qef merr me thashë theme. Në kuptim, këto emision përputhen etj etj. Pasi vetë shërbimet seksuale për cilat bëhet fjalë, personazhet përkatëse, janë personazhe publik të rëndësishëm dhe i kanë dhe në parlament. Okej, Erald, njëjtën pyetje. Pastaj do kaloj te Redon Mex. Ne folëm shkurtimisht pak bashkë, por unë them që mbas është momenti që marrë shkas edhe nga gjykata kushtetuese që i dha drejtën me shku në gjykatë, mas e Erion Velisi duhen shumë gjyqje, kapi shumë gjyqje që dalë sa më shumë jashtë se nuk po duron dot atë vrimën që po thonin. Shkuptim medalje. Tim që të shkoj nëpër gjykata, sta një gjykatë në gjykatën tjetër. Aha, jo, mendova në kuptimin e dalë jashtë, thash. E ka si mënyrë ajri. Kurse dal për aerosi. Nuk e di Ailin, Erion Velin të aerosit atje apo jo. Në fakt ka qenë i shqetësuar edhe zoti Berisha për këtë pjesë. Nga ana tjetër unë Aulon po mendoja ndër të tjera që më duket habi për shkak të luftës që ti ke hapur për të hapur kutit në gjykatë tani në gjykatë kushtetuese që ty të vjen sulmi nga Erion Velia pikërisht nga ai që mbrojt nga Sali Berisha. Pra mund ta mendosh që mund të jetë edhe nga vetë Partia Demokratike duke përdor Erion Veliaj. Kështu që sa i përket a ka bazë, s'ka bazë, a pastaj është shumë qesharake, do ta shikosh që duke qenë që është edhe në gjykatë penale, ka ai të drejtën për të provuar gjithçka. Pra në penale. Po, në gjykatë penale është ai që do bëj rolin e prokurorit, pra është ai që ka barrën e provës për të provuar thënjet që pretendon që i ke thënë ti. Po. Kështu që unë nuk besoj që ka një bazë, por është thjesht një show momental dhe shikoje që baza është edhe një sulm frontal ndaj teje nga të gjithë palët Aulon në këtë moment. Redon një sentencë parë kur u njohë me një fet tjetër. Di që se do të dia kur është ngritur akuza, kur ka dërguar ai në gjykatë, mund të dërguar kohën për parë në gjykatë, më para. Sepse gjykatat tona kanë ca afate të frikshme kur janë për çështje të tilla. Unë sot merr një, po e them, në dy fjalë një fadi nga Vodafone 2011-s. Që depozituar në 2021 në gjykatë merr edhe sot. Ka dhe vjetë brapa. Dish që s'ka ardhur nga plusi. Pra, ja çuditshëm. E dyta, unë shoh edhe një formë tjetër, ai do të tregoj dhe që shikoj se unë jam i pafajshëm këtë gjërat që kam, saqë unë merr edhe me gazetarë për të provuar pasardhëtinë time. Pra dalë jashtë, them që shikoj se këto unë do të kaloj, kjo është gjykatimtar, unë do jem prapë jashtë, shikoj merr edhe këto gjëra të vogla, jo kaq të mëdha, sepse unë do jem i lirë së shpejti. Ose ka qenë një mbushje mendje vetes mbase.
sepse mua nuk shpëton dot në asnjë lloj forme, nuk ka asnjë lloj ekuacioni që nxjerrët jashtë. Okej, atëherë me që jemi këtu, do doja ta te kalonim këtë moment, se në fakt për mua është totalisht e parëndësishme, po me që e kisha si lajm fundit thash ta trajtoj edhe te emisioni, mendoj që është realisht e parëndësishme, një padi ndaj gazetarit nuk ka rëndësi, qofsha unë Nuk bëj një ndërhyrje për fjalën padi ndaj gazetarit si koncept. Çfarë do një padi ndaj gazetarit? Jo se du ta te kaloj Altin. Jo vetëm kaq, jo vetëm kaq. Shkurt. Kemi një rezolut Bashkimit Evropian, Parlamentit Evropian, pikërisht për padinë e gazetarëve si një mjet për të shtruar presion ndaj tyre dhe për të shtypur lirin e shpresë. Vetëm çudia është që në këtë lloj temash, në këtë lloj personazhesh, në këtë lloj padish, gazetarët që goditen gjithmonë, çuditërisht janë gjithmonë persona si puna jote Aulon, të cilët kanë një qëndrim të tyre dhe nuk janë pjesë e një gjëje të madhe. Domethënë janë vetvetja. Nuk janë gazetari X, Y-it, janë gazetarë të lirë. Dhe kjo tregon pikërisht që sistemi është i kapur, funksionon me marrëveshje, kurse gazetarët e lirë janë ata që thyen sistemin. Dakor, atëherë do e ftoj zot Nin, i cili ndoshta na ndjek nga burgu tani, me që e ka pa dhe promon, që takohemi në gjykatë me datë 6 nëntor. Armir, fati Erion Veliajt, burg apo pushtet? Me datë 31 tetor, gjykata kushtetuese ka kërkuar që Erion Veliajt paraqitet në gjykatë për të dëgjuar të rast. Normalisht pretendohet që do jetë i seancë e hapur, sepse nuk është i mitur, as nuk do dalin generalitete të tjera, pra do të zhvillohet me kamerat e gjykatës, live në kohë. Teorikisht. Po, teorikisht. Si e shikon këtë moment të tij? Pra, ai shkruan ende që jam kryetari i Bashkisë Tiranës. Është. Do ligjërisht ne dim që është kryetari i Bashkisë Tiranës dhe gjykata e lartë ka një përgjegjësi shumë të madhe. Gjykata kushtetuese. Kushtetuese ka një përgjegjësi shumë të madhe në qoftë se nuk vazhdon të mbajë pezullimin e zgjedhjeve. Sepse këtu kemi 3 avokatër, unë nuk jam avokat, por e kam dhënë ta lexojnë si nen njerëzve me më pak kulturë, jo se avokatëve, po se unë e se tjerë. Po. Dhe çdo person që lexon atë nen të kushtetutës 115-ën, kupton që nuk lesh tek fare. Pra o gjykata kushtetuese do të bjerë, ose super avokatër të qeverisë do të jenë një modus që do të rrëzojnë dhe gjykatën kushtetuese. Çështja është, kur e di unë, që po them me dignitet them jam ignorant, se ignorant nuk është turp. Në fushat caktuara ka ignorant. Unë jam ignorant i drejtësisë. Kur unë e kuptoj që nuk mundet mbas kushtetues të bëhesh e shkarkimi ashtu Erion Veliajt. A nuk e dinte Edi Rama, presidenti e tjerë? Atëherë mua më duket që është një situatë e stisur. Është një situatë e stisur. Pse është një situatë e stisur? Sepse zgjedhjet për kryetar bashkie në Tiranë do e kishin futur opozitën në një proces shkatërrues të papar. Dilte nga zgjedhjet nga katastrofa e 11 majit, do të hyte në një proces votimi e shpartalluar, do të merrte rezultat edhe më katastrofal se sa 11 maj, dhe politikisht do të ishin goditje të mërshme. Kështu si po shkojnë punët, ka një mundësi të mos bëhen zgjedhjet. Tirana të mbajt, siç u mbajt Durrësi në 2019, siç u mbajt Shkodra në kohën e Voltan Ademit. Me u mbajt zvarr domethënë. Mbajt me një kryetar bashkie të emëruar. Ogerta Manastirliu është një figurë e cila mund ta mbajë me dinjitet të gjë sepse vjen nga Këshilli i Ministrave. Pra nuk është një parvenu, një person që e vun. Siç ishte ajo kryetare e bashkisë që është aktualisht, nuk e di as akoma ajo zonja. Ashtu pa emër, kurse këtu vendosen një politikane që ka qenë ministre dhe e çon deri në 2027. Me emrud, pas zgjedhje. Dhe në këtë mënyrë opozita nuk merr një rezultat. Nuk merr një rezultat. Pra nuk ka përgjegjësi për të. Nuk ka përgjegjësi për të dhënë, llogari për të dhënë. Linja vazhdon. Linja e Edi Ramës në fund fare është ajo që i ka thënë ai ekonomisti i Clintonit, është ekonomia o budolla. Pra ideja është duhet vazhdojnë projektet betoni. Të ecin para domethënë. Patjetër duhet vazhdoj ajo politikë
E cila ka nisur Edi Rama. Qartë. Pra, kryetarë që kanë vazhduar, përfshi dhe Lulin, që gjoja fjeti, është politike e Edi Ramës. Në këto kushte, unë mendoj që gjykata kushtetuese do ta lërë, mendoj unë, nuk di. Pastaj do të zotërit e nderuar. Do të kaloj të Do ta lërë. Dhe Erion Veliaj do të vazhdoj të shkoj në seancat e gjyqit, qofse do bëhet gjyq, se deri tani spaku u s'dit ke çuar njëri në për gjykim. Thjesht ka bë qipi aty në Përqeli. Do të shkoj në seanca si kryetari i bashkisë. Okej. Redon, si e shikon këtë moment fatin e tij politik? Pra unë kam thonë burg apo pushtet? Absolutisht burg, kjo nuk vetë dyshim. Po? Problemi është do shkoj vetëm me Erioni apo do shkoj dhe e gruaja, bashortja, vllai, mamaja gjithë me radhë. Dhe mbeten pasurit kur dalin nga burgu. Sa është edhe mamaja e përfshirë? Po, kështu dalin këtë telefonat sekuestruar tjerë ke përnotë marra, ka disa, nuk e di tamam, se s'kam parë dosin gjithë. Mirë, okay, po flasim parim ai sa kemi pa burime mediatike. Edhe vllai, po pra. Do mbesi pasuria pasi dalin nga burgu apo do i merret pasuria? Këtë do të ndaj Erionin mendjen e vet, që për mua do i merren gjitha, do përfundojnë gjithë burg se ka bërë aq lëmë sa s'ka ku të shkojë, pra do e djegën në mënyrë kështu absolute. Mendoj që sepse shef nga burgu i bëj thirrje bëhet bashkëpunëtor i drejtësisë të marrë gjithë me vete, po të ketë këllçe, s'ka rrugë tjetër. Ta ndaroj për rrugë tjetër. Jo, dakor, ka një rrugë tjetër, më fal, Redon, që mund të jetë i kërcënuar, domethënë po shikohet shumë. Çfarë bëjmë më shumë? Çfarë do bëjmë më shumë? Ka 23 vjet që është vetëm kryeministër. I kam pris çdo lloj ëndre, çdo lloj gjë. Çfarë do bëjmë më shumë? Çfarë mund të bëni ty më shumë? Mendove të ka 23 vjet ke një qëllim dhe të vjesh shpull nga ai që do jetë qëllimi suratet si Edi, e të hedh matan. Ne kemi pas parashikuar këtë studio, në rast se të kujtohet, të emisionet tona që ti ke qenë i përjavshëm këtu. Pra e kemi parashikuar pak a shumë dhe nuk e di na kanë ndjek apo jo atë. Nuk do. Unë kam informacion se na kanë ndjek se kërkonte që të hiqnim edhe emisionet nga YouTube-i, domethënë që na një pjesë e enturazhit tjetër. Sa për këtë çështje kushtetuese, për mua ai nuk e fiton dot Erioni, por zgjedhjet do të ishin pezulluar vendimi, do të thënë po të lexosh në 115, thotë po u anke mua në gjykatë kushtetuese, vendimi i Këshillit Ministrave pezullohet. Kaq, s'ka asnjë lloj dyshimi më mbaron. Nuk kemi çfarë debatojmë. A është drejt apo jo shkarkimi sipas në 115? Këtë mund bëjmë debat nëse avokatër këtu. Jo, në fakt unë nuk doja me e kalu në aspektin procedurial gjës. Po pra, unë thosh, domethënë ta trajtojmë momentin politik, po një sqarim nga ti, domethënë ishte i domosdoshëm. Real ke ndërhyrje këtu apo të shkojmë publicitet dhe ta jap pastaj? Jo, ke një moment shkurtër apo do ta shtjellosh më mirë? Jo, moment shkurtër, okay. Momenti shkurtër është që kushtetuta ashtu siç tha Armiri, e ka përcaktuar qartë siç e tha dhe Redoni dhe kushdo që ta lexoj që VKM-ja e shkarkimit pezullohet dhe ai është në detyrë derisa të marrë mendim gjykata. Po këta janë mësuar që shkelin çdo ligj, çdo kushtetues, çdo gjë për treguar që janë pushtetshëm dhe vazhdojnë. Erioni në burg do të rri, por do jetë kryetar bashkie sipas asaj, paktën sipas të shkarkimi. Shkarkim tjetër nëse gjejnë shkaqe të tjera, por jo këtë që i kanë gjetur tani, ka plot. Dakor. Altin Goxhaj nuk e di e beson gjykatën kushtetuese pra për këtë rastin, sepse ai ka i teoritë vetëm kam përshtypjen. Kështu që shkojmë në hapësirë publicitare dhe rikthehemi me Altin Goxhaj, ç'më ndon ai për gjykatën kushtetuese në raport me Erion Veliajin ditën e premte, publicitet. Jemi rikthyer sërish së bashku, Altin, me datë 31 tetor, pra pas nesër Erion Veliaj shkon në gjykatë kushtetuese. Si e shikon këtë moment, sepse u mprevën shpatat që do kishte zgjedhje, tani thonë jo po s'ka zgjedhje, ndërkohë faktikisht ka dalë Taulan Balla dhe ka thënë që zgjedhjet janë me 14 dhjetor. Ai nuk gabo me të thonë drejtën, se ai e gjeti edhe 11 majin atëherë, para se me fol Bayram Begaj, presidenti. Që kur e shef ngjarjen, duket sikur Bayram Bega që dekreton zgjedhjet në Tiranë dhe po themi Bayram Bega, themi kamarieri i Edi Ramës, dhe ti thua, jo, shi Erioni e bllokoi, shi e futi në çështje. Në fakt nuk është kështu. Në fakt si Bayram Bega të gjykatës kushtetuese janë njerëz që Rama i merr në telefon. Domethënë, në këndvështrimin tim, vendimi i gjykatës kushtetuese që e pezulloi zgjedhjet në Tiranë, është vendimi i Edi Ramës. Nuk ka asnjë lidhje me gjykatën kushtetuese në konceptin e një gjykate kushtetuese. Kjo nuk është gjykatë kushtetuese. Si nuk është gjykatë? Kjo nuk është gjykatë kushtetuese, po ta përsëris edhe një herë. Kjo është një instrument qeveritar, ku këta nuk janë gjykatë, për janë në punës civil. Tani që hoqën dhe Beti, zonjën Betja, se tush e mbyllë komplet ciklin, sepse Rama se tush është i shqetësuar që të ketë edhe një opinion kundër në një vendim të caktuar,
Këta janë të gjithë pjesë e enturazhit politik qeveritar të Edi Ramës, sepse në Shqipëri nuk ekziston asnjë institucion që nuk është pjesë e enturazhit. Madje edhe avokatja e popullit, që duhet ishte si thosh një pozicion opozitar qeveritar, është një zëdhënëse, një kamariere e Edi Ramës. 4 vjet te mandatit. Po absolutisht. Po është nga Rama. Sa është mandati i avokatit popullit? 5 vjet me sa diun. 5 është. Tani sa vjet u bë? Ka 9 të shkreta, në vitin e 9 po. Çfarë se s'ka gjë? Është mandat i gjykatës kushtetuese. Po del pension, kupton ti? Jo, po del pension realisht. Tani si e mendon këtë momentin Velia? Duhet ta shpjegoj. Ka një skemë altin? Po, absolutisht. Është një aksident që ka ndodhur gjatë momentit kur opozita shpalli falimentin, se s'kishte kandidat për Tiranën, sepse ishte shumë e rënuar me atë që bëri 11 maj, që o bëri opozita. Dhe për këtë arsye ndodhi një aksident që rastësisht një kandidatur si Florian Binaj, e cila kishte një popularitet shumë të lartë në pjesën mesatare të popullsisë, që është një shtres krejtësisht ose më saktë një zonë elektorale që Rame ka kontrolluar me mënyrat e veta, me televizionet qendrore, me përputhjen Big Brother. Pra kjo kategori janë njerëz që shohin portokallit. Dhe Florian Binaj, një personazh prej 15-20 vjetësh, Florian Binaj, një personazh për 15-20 vjetësh, që ka krijuar audiencën e tij në këtë shtres gri, në sondazhe dilte në mënyrë të frikshme përballë Ramës dhe për më tepër që hoqi logon e Partisë Demokratike dhe u bë një kandidaturë e pavarur qytetare që neutralizonte si thosh sulmet ndaj tij, për shkak se të gjitha partitë si thosh ishin dakord. Në sondazh që bëri Rama, Flori dilte 3 herë më lart se sa Manastiriu. Dhe të mendosh Manastiriu përballë Florit, Rama duhet të bëjë një performancë shumë agresive elektorale në një moment që nuk i intereson. Dhe për këtë arsye ai kërkoi që të shtyej zgjedhjet në Tiranë. Pra, ne kemi thjesht veprime të Edi Ramës dhe jo të gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese është noteri që certifikon fjalët e Ramës, i përkthen në format. Pra, me këtë logjik praktikisht premten çfarë pret ti që do ndodhi? Unë pres që të ketë 2 forma, unë e kam prezantuar publikisht në 2 javë të ditën e dielave ke Fox News-it, që ose Rama do bëjë një goditje për bërëzjen në Tiranë në datën 9 nëntor, për të mos i lënë kohë askujt përgatitet. Nuk e bën dot. Nuk e bën dot. Se janë printuar fletët ato, si do votohet? Me zar. Se bën dot po voton. Ai jeni terezi. Në këtë vend mendoj. Jo, ai Celibashi thaj kam ndërprer tha. Në këtë vend, si Celibashi, si çdo kush mund të bëjë çdo gjë, sepse ka një problem. Ja urzua kërkpadia e Velis. A ngel fuqi vendimi i presidentit? Ngel, apo jo? Pra, presidenti, si thosh, pas ka pas të drejtë, apo jo? Jo. Dhe nga fuqi vendimi këshillit ministrëve dhe presidentit. Jo, s'po kupton. Them për zgjedhjet. Po zgjedhjet, po ato çasti s'ka pas drejta në zgjedhje. Pik. Është tjetër gjë ka pas. Pra, veprimi i tij ishte nul dexhat që kur ka nis. Dakor, po them tjetër gjë. Varianti i dytë e kupton variantin e parë. Kjo është një variant. Kjo është i pabesueshme kjo e datës 9. Jo, kjo është një variant që në Shqipëri hiqni dorë se ka gjëra logjikshme që ne duhet t'i shpjegojmë në racional. Nuk ekzistojnë. Në Shqipëri ndodhin gjëra të shmendur. E pranoj, po. Pra, kjo është varianti i dytë. Varianti i dytë se Rama ti shtyp pa afat. Ti shtyp pa afat. Po, duke ndërkohë fushata të vazhdoi këtu, ka vazhduar fushata. Është qëllim. Do të problemi i Ramës është që Manastiriu na kanë pa në rrugë duke takuar njerëz. Po pra, po gjë, edhe herë. Manastiriu ka bërë të punë që datë kur u shpall vendimi i presidentit. Po këtë punë. Problemi qëndron që në këtë vështrimin tim, raporti i Ramës me zgjedhjet e Tiranë lidhet me faktin që i duhet të marrë masa, të ndryshojë lojën, sepse nuk mund të bëjë një manipulim agresiv si 11 maj, tashmë në Tiranë për shkak të shumë syve që peshojnë dhe një projekti që ka Rama për të bërë president. Domethënë, tash Rama do më bë president. Sipas meje, Rama do të ndryshojë kushtetutën bashkë me Sali Berishën. Prit se kemi pjesën e tretë atë. Jo, do thoya këtë gjë. Ai ka një projekt politik. Tash që ka hyrë qafë Erion Velin, dhe që i ka dhënë çesat ndet, dhe nuk e nxjerr pa i marr lekët deri në fund, sepse nuk ose pa i bërë çyryt në atë. Çfarë lekësh? Gjithë lekët që ka marrë Erion Velia në historinë e vet, shifra pa njohura, përbën një rrezik të ardhshëm për Edi Ramën në pushtetin e tij absolut. Dhe ai nuk mund të nxjerrë një Erion Veli me lek kundër Ramës. Apo jo. Dhe ai do të rinë në burg i herë derisa të bëhet i parrezikshëm për Ramën. Dhe në moment që ai nuk është më i rrezikshëm brenda partisë, ai s'ka pse të rrimë kryeministër, nuk ka asnjë arsye, ndërton një republikë presidenciale me një parlament me senat që do Sali Berisha, që edhe Berisha të rri aty si senator i përjetshëm, të bëjë një skemë të saktuar për një vazhdimsi të panjohur në perspektivë. Okej, do ta diskutojmë pjesën e tretë. Ju e dini shumë mirë që një Ram president nuk mund të tetohet nga spaku. Apo jo? Po vetëm tradhtia e rënd e lartë mund të jetë shkak për të hetuar një president. Tradhtia e lartë. Po ne kemi hequr edhe ne nga kushtetuta, më së di. Jo, s'ka të bëjë me tradhtinë e lartë në kodin penal.
ka të bëjë me veprimet e presidentit, të cilat vetëm në një rast ekstrem mund të presidenti s'ma përgjegjësi me veprimet e tyre. Pra Rama kërkon të ndërtojë një mbretëri presidenciale. Okej. Dhe si Erdoganin këtë rast, apo? Dëgjoj, si model. Unë ndihem shumë keq kur përmendë një personazh kaq patriot sa Erdogani për Turqinë, ta krahasoj me një tradhtar kaq të madh sa Edi Rama. Dhe nuk ndihem mirë që të bëj këtë qasje. Jo, pyetja ishte ime, s'ka problem. Jo, unë se pranoj asnjëherë që të krahasohet Rama me Putinin, Erdoganin, me njerëz që duan vendin e vet. Unë merrem gjithmonë me logjikën që vendimi i gjykatës kushtetuese do të jetë një vendim që Ramës i intereson për të mos bërë zgjedhje shpejt me Pra vendimin e kushtetuesës e shkruaj Rama thotë me pak fjalë. Të gjitha vendimin që intereson. Të gjitha vendimin. Tani ke ndërhyrje se kam i pyetje për Armirin pas teje. Jo, do të shtojë Po vazhdo pra, prandaj do ndikoj të shtyj në kohë për mendimin tim, nuk ka lidhje fare me datën 9, se është pa mundur të bëj. Pse do të shtyj në kohë? Kto kanë para për të vazhduar fushatën sa duan, edhe 6 muaj, PD si ka. Përveçsa jep kohë që Flori mbase nuk besoj se do bëj ndonjë gaf trashanike e filloj të humbi popularitetin që ka. Dhe dy të zbehet. Ajo fushatë që kemi nisë ti sot, bërë për një muaj fushatën ti, 6 muaj mbrapa të sharu. Shumë drejt. Pra ti nuk di kur do bëhet zgjedhje, ti s'ke kohë të bësh fushatën si fare përgatitur, të kohës pa përgatitur. Kurse përse vetë ka tentakurat shpërndarje që ndaj. Interesante kjo që ky përshtypje. Domethënë që ta humb. Si ta shtyj gjykata kushtetuese? Gjykata kushtetuese do marrë vendim. O Erozon. Jo, presidenti, vendimin e zgjedhjeve, datën e zgjedhjeve. Ore, presidenti dakord, por nëse gjykata kushtetuese do marrë vendim, si çfarë bën presidenti? Ai thotë pak tek ky moment. Ka dalë një thashë them. Audo vetëm një sekond. Ti ja përgjigje Radit. Nuk ka të bëjë me vendimin e gjykatës kushtetuese raport me thjesht datë. Mos po nuk do merrem me çështje teknike, vetëm ta tejkalojmë këtë. Jo vetëm ti kujtoj Radit që problemi qëndron që nëse gjykata kushtetuese jep drejt Erion Velis. Po. Në këtë moment vendimi për shkarkimin e Erion Velis do procedojë në rrugë procedurale të re, nga e para. Po dakord. Do e thrasim, ku të tham pse se thi, do e thrasim që do e ngjoj. Shumë bukur. Armir, ekziston një thashë them brenda Këshillit Ministrave që zoti Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, ka kërkuar dorëheqje Belinda Ballukut. Kjo e fundit nuk ka pranuar që t'jap dorëheqje dhe kanë fol burime brenda Këshillit Ministrave dhe i kanë thënë që kjo zonjë ka thënë që nuk jam Erion Velie. Unë do bëj betejë. Dhe ky i ka thënë do ta shohim. Tani këto janë thashë them, unë e di që s'ke qef mi komentuar etj. Por ka një fakt që Spaku e ka thrit zonjën Balluku. Dhe ajo nuk ka shkuar. Po. Si e shikon këtë moment? Unë nuk bëj pjesë tek ata njerëz që besojnë se Shqipërinë do ta çliroj Spaku. Ne kemi diskutuar që në fillim, edhe tek kur kemi qenë panelet ndryshme edhe bashkë, reforma në drejtësi është jo vetëm dështim, por unë e quaj tradhti. Dhe Spaku ka qenë një mjet, e kam quajtur unë dhe i qëndroj, një mjet propagande, marketingu, që janë e bëm reformën në drejtësi. Dhe Rama thoshte kemi shpikur i armë që shtim 360 gradë. Në qoftë se veprimet e Spakut do të ishin pasuar nga veprime të gjykatës, por njëkohësisht edhe të politikës, do të kisha shpresë. Qoftë se këtu shkon një zëvendës kryeministër, akuzohet, del kërkon strehim politik në një vend tjetër. Nga andej del dhe bën opozit. Ky zëvendës kryeministër dhe marrin mediat e opozitës dhe nxjerrin copa, thashë themesh si shteti. Pastaj del një ministër, pastaj del një zëvendës kryeministri që thritet Spak. Po. Dhe neve themi, hajde inshallah po e arrestojnë. E arrestuan dhe zonjën Balluku. Çfarë ndodh? Çfarë ndodh? Bravo. A ka një platformë politike, sepse për Erion Velien është zotëri, është personi më i kuotuar nga opozita, janë bërë 44 protesta kundër Erion Velien nga bashkia. Në vend që t'i bënde Sali Berisha kundër Edi Ramës, i bënde kundër Erion Velies. Ka humbur zgjedhjet Partia Demokratike. Berisha thot, mi kanë vjetur, jam dakord që e ka vjetur. Ku janë protestat? Dhe pse populli vazhdon dhe pret? Kush do arrestohet? Tani, ka një thashë them, thonë ju, për zonjën Balluku. Unë do them, pse do t'i besojmë në thashë themit? Kur zonjën Balluku, Edi Rama e vuri kryetaret fushatës të qarkut Fierit, bërë një vaterlon Fier, dhe e ka vënë drejtuesit fushatës për Tiranën. Pra, nuk të shkon. Politikisht nuk shoh që Rama kuoton të ky njeri. Gjithsesi, mua e përsëris, nuk më gëzon asnjë lloj arrestimi. Qartë.
Në qoftë se nuk ka pasoja politike, do të kujtoj se më përkon dhe me familjar të zonjës Balluku, sa herë arrestonte dhe pushkatonte funksionar të lartë shteti komunist, nuk demokratizoi, fuqizoi diktatura. E njëjta gjë do tani thotë. Unë them që është e njëjta gjë. Domethënë ne kemi një parlament të mbushur me zhavor, që ti mund të fusësh dorën, të vësh këtë duash, ndash ministrët, këta janë sekretarë, nuk janë ministra. Parlamenti janë djella, që është një çmenduri, domethënë është depersonalizim krejtësisht i politikës, i parlamentit, institucioneve. Nuk merret njëri me këtë punë. Nuk merret njëri. Domethënë, të kesh bërë parlamenti, tha do të pjelli djella, tha do të ketë çdo deputet do të punojë me asistent inteligjencës artificiale. Pra, unë nuk pres në një gjë, edhe sikur ta marrin të pandehur zonjën Balluku. Edhe sikur t'japi dorëheqjen zonjën Balluku. Nëse në atë postë të zëvendës kryeministit na bëhen 2 persona që ikin se kanë ngrënë dardha. Atëherë pritë vllazë vendos një këtë tjetër. Pritë vllazë ka problemin dardha. Po. Nuk ka problemin më që i hap. Po. Sepse Edi Rama ka thënë dikur që korrupsioni prodhon sistemi. Dhe ne do ndryshojmë sistemin. Në qoftë se ka një sistem që në 12 vjet nuk ka arritur ta bëj të drejtë, të ndershëm, jo korruptiv, është problemi i Edi Ramës më. Po këtë nuk mund ta thojë as Spaku, as mediat. Këtë do ta thojë politika. Qartë. Dhe politika do ta thojë ti na ke lënë atë bisedën në pjesë të tretë me marrëveshjet me këtë gjë. Po, aty do kaloj. Edhe ndoshta do ta shpreh aty, por politika ka përgjegjësinë e madhe që e le çdo orë Edi Ramën të vazhdojë të qeverisi, të parashtrojë projekte dhe të ndërtojë, të vazhdojë të ndërtojë atë perandori, siç thot Altini, edhe me synime më monarkiste se sa kaq. Dakor, shiko, këtë pjesë do prekim vetë te pjesa e tretë, por Eraj, pam që kjo Belinda Balluku, domethënë zëvendës kryeministre nuk shkojnë SPAK. Ishte përfol që do shkonte tani, e shtyu me një javë, ndërkohë media jep ca historire, jo po i nxjin syrin, jo për këtë, për ato. S'duhet jemi infantil as të këtyre bisedave, po ti si avokat si e pe këtë, është një manovër e kësaj, domethënë për të mos u paraqit, për të fituar kohë, çfarë do? Atëherë, edhe nga ana procedurale, besoj ajo është këshilluar, por ajo që më shqetëson më shumë është fakti që si e marrin vesh më përpara mediat, edhe del publikisht diçka në media, pra se si ftohet, pra Spaku jep informacion pastaj thotë nuk e jap, kur je akoma në sekret hetimor, dhe kjo është që duhet pyetë Spaku, si dalin këto fletëthirrje, si dalin këto hetime. Pra, Spaku ka gazetarët e vet. E dyta pastaj, patjetër mund të jetë një manovër, sepse në momentin pra do shikohet nëse deri të premten do shkojë apo jo, sepse thuhet që ka një thirrje të dytë që duhet të jetë premten, dhe pastaj nëse nuk paraqitet as premten, është në një takim tjetër, eveniment tjetër, ku e di unë agjendën që ka, atëherë pastaj jemi te pjesa e manovrave procedurale të këshilluara besoj dhe nga avokatët që ka, që ta shtys sa më shumë, mbase fiton kohë, mbase bën janë fjalët që përflihen, por deri tani jemi te pjesa që duhet prit deri e premtja, sepse ka një procedurë. Procedura është bëhet një thirrje e parë, jep shkaku, nuk vjen, bëhet një thirrje e dytë e pastaj bëhet shoqërimi i detyrueshëm, ose kalon direkte në shoqërim të detyrueshëm nga policia, do merresh me forcë. Kjo është detyrueshëm. Në çdo lloj pike që ti jesh, do paraqitesh pranë policisë. Okej. Kështu që mund të jetë edhe taktik, por do prit. Më lejo të them një gjë të vogël, se ndoshta nuk duhet lënë të kaloj pa vënë pjesa syrit në nxirr. Po. Natyrisht ne dim shumë mirë që asnjë zonjë që ka një dëmtim fytyrë nuk del në ekran. Fakti që doli dhe me një ngjarje idiote, ku duhet të dalë me një burrë dhe thoshte ky do drejtoj portin. Po, një nga Kosova. Do të thotë që ajo donte që ta shihnin atë syrin e nxirr. Patjetër. E duk kishte edhe mundësi, bile ta bënte profil, krahun tjetër që mos dukesh. Me pakton. Ose donte makijazh. Pakton. Ose edhe s'dilte, si të duash ti, kishte 1 milion. Fakti që ajo doli aty, duhet që të merresh vesh kjo gjë. Ç'kuptim ka? Nuk e di. Kjo përfitoi as ditë politike. Kjo ja vle për me kuptu shumë gjëra, po gjithsesi ky është komenti deri tani. Redon. Po pyetja tjetër për ty, jo përse i përket qenurit avokat. Samir Tahiri ishte një nga njerëzit që mendojnë që mund të ishte numri 2 në Partisë Socialiste. Pastaj kalon te Arion Beliaj. U përfol Belinda Balluku, edhe kjo tani te Spaku. Një ç'mendon për këtë parti që nuk ka dot një numër 2 apo e hajnë
prodhohet dhe hajnë, pra... Nuk ka pas në numër 2. Ne e qonin numër 2. Velia i pretendonte që... Pretendonte Velia, ja kur sot. Gjithkush ka pretendonte Velia i mendon. Po, numër 2 e partisë ka vetëm 20 vende bosh, pastaj vijnë të tjerë. Ai është vetëm Edi Rama tek, s'ka njerëz tjerë. Kështu kanë treguar gjithë diktatorët në historinë e njerëzimit, nuk është se parë që po e bën. Se më kujtoj... Jo, po Enver Hoxha pati këtë Ramiz Alin, për shembull, me mbrojt familjen. Se pati, e pati nga pas kur do vdiste. Po pra. Po tjerë që kishin më parë ç'i bëri. Dyshit i vrau vetëm. Po. I qëroi. Po. Normal, nuk kishin dysh asnjëra, asnjëra ato kishin fuqi me hedh në zëmbën e njëjtë në fund. Nuk është numri 2. Po mua jo, tani ka një problem tjetër këtu me Spakun, me që folëm se flisnim. Se kapet zëvendës kryeministrat. Zëvendës kryeministrit firmos me urdhër porosit kryeministrit. Pikërisht. Nuk firmos zëvendës kryeministrit, nuk merr vendim zëvendës kryeministri. Firmos kur nuk është kryeministri. Nuk bën vendim kështu është ministrat Erion Velia apo Belinda Balloku. Je shumë i saktë. Ti jap vetëm një argument se preke i temë shumë kruciale. Kam çuar Spak çështjen e faljes zgjobave 2 ditë para zgjedhjeve, ku kam kallëzuar Këshillin e Ministrave dhe gjithmonë mbledhe problematike qeveria Edi Rama nuk është dhe kishte firmuar Belinda Balluku. Asnjëherë nuk është. Ky argument që thoni edhe incineratorët e njëjta gjë. Po, Ametën e Erion Braçën e ke firmosur. Pra, thoni që nuk është Belinda Balluku, është Edi Rama. Tani, shikoj, në tim mund të jetë kushdo, mund të jemi edhe në 5 tu, s'ka asnjë gjë të keqe. Nuk shkojmë bëni kallëzim për ty, do jem personet tim. Do regjistrohet vepra kundrejt me, do pushohet nesër pas nesër. Se me çfarë çështje po merren, do ta dinim, nëse do kishim mundësi. Këtu kemi sekretarin timor që Spaku i nxjerr sipas dëshirës vet kur ka nevojë të jap informacion. Neve avokatëve shkojmë kërkojmë dosjen, nuk na japin se sekretari timor. Po mediave ja nxjerrim. Kam klient në Spak dhe mezi merren aktet. Ka përfunduar timi, është dërguar çështje për gjykim dhe vënë në aktin e shafatit. Por do të bëj çfarë mendimi ke për Spakun ti? Sot për sot është prokuroria më me probleme që ka Shqipëria. Më pak GKK-ja dhe gjykata, gjithashtu janë 2 institucionet që marrin vendime më të këqija që kanë parë deri më sot penalisht. Dhe kanë kaluar edhe atyre vendime të këqija që kanë parë gjykatës penale të Tiranës më parë. Nuk lund t'ia din as për procedurë, as për afate. Do thonë, kush po të shkojë aty emrin, po mos kesh lidhje dhe politikës si zoti e Burg. Shohim pastaj ku dalim. Masa e parë është arrest me Burg, për gjithë. Okej. Altin. Belinda Balluku në Spak, jo më kot sepse u fol për lojë dyshash tani. Njëri në Burg, domethënë Erion Velia që projektohej si njëri që mund të merrte drejtimin e Partisë Socialiste, ndërkohë Belinda Balluku do shkojë në Spak. Tani më është një fakt botërisht i ditur. Si e shikon? Çfarë po ndodh në Partinë Socialiste? Si janë skenaret e Ramës në këtë rast? Në këndvështrimin tim, Rama nuk ka nevojë që të zëvendësohet kur bëhet president nga një kryeministër i fortë. Kërkon një kamarier tjetër që të zëvendësohet bëj rokadën, bëj strin 69, ai shkon në presidencë dhe gjen një kamarier në kryeministër. Belinda nuk është kamarier, ta shpjegojmë ti. Belinda është thush si rastin që kam thënë për rastin e Fierit, pse do fitoj Belinda kundër Gazbardit, sepse një Luan që drejton një tuf gomerësh fiton një betejë me Gomar që drejton një tuf luajmësh. Dhe Belinda hyn ke profesionistët e enturazhit Ramës në botën e korrupsionit, të pushtetit, të politikës, etj. Që do thotë, për mua Belinda nuk është e përshtatshme sipas Ramës për kryeministre të ardhme, sepse kur bëhet Rama president, sepse është fuqizuar shumë. Tashmë që i ka hequr qafën Erion Veli dhe që pati një kundërreagim plot edhe ndaj Ilisës Spiropalit, qofse kthesh në argumentin se ç'ndodhi atë periudhë kohe, kthehemi pak ke fakti se ku punon burri i Spiropalit, kush e mbulon të atë zonë dhe si ajo shpreh dëshirën e saj ke muri i lotëve, se kush do të hajë, ishte pikërisht dita e një lajmi të çuditshëm që pse them çuditshëm, ngelim ke argumenti që ore ç'është kjo punë që dalin lajmet e Spakut në media kur janë në sekretet timore. Me të Spaku i nxjerr apo sepse Spaku është një inxhinieri propagande e justifikimit të projektit të tmerrshëm sorosian për shkatrimin e Shqipërisë, shpopullimin e Shqipërisë, shporosimin e Shqipërisë, ku drejtësia duhet ishte një nga halkat kryesore të shkatrimit. Duhet shkatrohet drejtësia, më kupton, në një gjendje narkoze të gjithë popullit. Pra, këta shpikën spektaklin e reformës drejtësi, të gjitha që sot flasin, se tush janë ata që e prodhuan këtë reformë, jemi shumë pak avokat. Për fat çuditshëm ti ke marrë 3 avokat në këtë studio, që s'kan qenë kur entuziast për reformën, do thojë, po mund të themi që fjala entuziast është një fjalë e butë, ne kemi qenë kundërshtar. Në 2015-16 kemi qenë kundërshtar. Dhe kjo na ka sjellë dhe pasoja në raport me zërin tonë që do dëgjohet në sistemin e drejtësisë, apo me avokatëve etj.
sepse të gjithë palët kanë prodhuar këtë krim kundër shqiptarëve që quhet reforma e Saros drejtësi. SPAU ka qenë një inxhinieri propagande për të justifikuar narkozën që u bë shqiptarëve, që do t'i vrisnin në gjumë, siç ja ofron me drejtësi. Sot një eurodeputet rumun, për cilën kam një respekt nga ato nivelet më, unë e quaj përfaqësuesin tim Parlamentin Evropian atje. Për shkak të performancës, gjuhës dhe objektive dhe kauzave të tij. Ai është kundër pandemisë, kundër vaksinave, kundër Bill Gates. Kush është ai? Është një eurodeputet rumun që ka qenë në Tiranë. Christian Tehers, se ka qenë ai që doli atëherë kundër Ursulës me dokumentet e vaksinave që ishin gjitha në zeza, gjitha sekret. Ky e ka thënë më bukur nga të gjithë sot, tha, fakti që në Shqipëri vitet gjykatëse, sallë gjyqi, kjo është një gjë për të shpjeguar se si ka funksionuar reforma juaj në drejtësi. Domethënë, ai nuk e lidhi me faktin që si thosh thjesht u vrap, por mënyra si reaguan sondazhet. Njerëzit thotë nga pas, pa ta dëgjosh, njerëzit nga pas thotë u lumturuan, e çonin në rrot atë që e vrau. Nga kjo është dështimi thotë 100% i reformës së drejtësisë. Mirë po na tregojnë suksese në letra thotë. Po na sjellin letra. Kjo tregon dështimin 100% thotë. Po ajo që thonë zotrin, reagimi i njerëzve dhe hapja e një fondi i cili brenda 24 orëve mblodhi 14.000 euro për të shpëtuar atë personin. Unë mendoj që nga ata që kanë qenë kundër, 1% mund ta ketë njohur gjykatën, të tjerë dhe kishin me drejtësinë. Po, normal, as 1% s'ka njohur. Ne nuk e kemi gjyqtarën, po ta japun 1% për pjesa tjetër, është absolutisht thjesht për reformën e drejtësisë. Ky që shikoni këtu, me gjithë njohjet, për një firmë ka kaluar 12 vjet në gjykatë. Babi dhe spas. 12 vjet për një firmë e cila ka dalë që momentin e parë falsifikuar. Para reformës. Imagjinoni hallexhin, njerëzit që vinë në Tiranë në një gjykatë apeli që është, do të zgjidhen hallet. Ju e dini shumë mirë. 7-8 vjet. Ju të tre dini shumë mirë se ju na keni thënë, të cilit vit janë gjyqet, dosjet. Çfarë gjykosh? Ti me misionet e tua, këto tre çështje ke trajtuar që nga 2015, 16, 17, ku ke pas mundësi? Se ke për duke na ftuar dhe ne. Shiko, duhet dal dikush, duhet dal ke argumente kryesore. Deputeti rumun. Sot tha një gjë shumë të rëndësishme. Edhe këto dua që të fokusohen. Ke fakti që kjo reformë që ka dështuar, ky sistem që ka dështuar, çfarë do bëjë se të bëjmë ne? Çfarë do pyetësh na bësh ti? Jo po spaku, jo po kapaku, jo po gjykata kushtetuese, jo po etirama. Neve duhet të heqim dorë nga mashtrimi që na kanë bërë ata, inxhinieruar dhe i financuar, për të ndërtuar terma demokratik të normaliteti, për të shpjeguar normalitetin. Ne do të dyshojmë gjuhën, ne do të dyshojmë konceptin. Ne do të flasim për gjykatës, do të flasim për noter. Këta nuk janë gjykatës, këta noter të vendimit, këta në punë civil, këta nuk janë asnjë lloj pavarësie. I gjithë sistemi është ndërtuar në një mënyrë tjetër. Unë po t'ja vetëm një detaj për ta mbyllur si argument, që ne jetojmë në një botë ku në një fshat të Shqipërisë që është ende i pashpopulluar, ka 2 shkolla, 9 vjeçare, u mungon një shkollë e mesme, i ka plot. Rama ka vendosur këtë vit ta shpopulloj, i përzet gjithë. Po u ndërton një kalbësir, helmi, një termocentral mund mes fshatit. Quhet Sukni në Roskovec. Gjykatat kanë marrë një padi me 200 paditës. E di çdo 200 paditës. Është në Amerikë to quhen class action. Këto quhen padi kolektive. Në Shqipëri ne ndërtojmë padit kolektive me termat e një padie normale, se ne kanë ne kanë qenë drejtë me reformë drejtësi që të kemi edhe në class action. Kështu quhen këto. E kemi çuar në gjykat të shkallës parë administrative. Gjykatat administrative me urdhër nga lart ka mohuar të drejtën, ka mohuar të drejtën që të bëj një gjyq normal në sallë gjyqi, po ka bërë dhëmë këshillimi. Dhe çka bën vendimi ka marrë? Që këshillimi i ministrave nuk do goditet në Tiranë, ku e ka zyrën, ku e ka qenë, se për këshillimin e ministrave bëj, po do goditet në gjykatën e Lushnjës. Në gjykatën e Lushnjës marrin vesh që gjyqi ishte bërë prapë dhëmë këshillimi. Çdo dhëmë këshillimi. E radi ka ngritur një çështje që e kemi diskutuar gjithmonë, dhe e kemi bërë dhe kallëzime penale dikur, që në gjykatën e lartë, një ditë janë bërë 125 gjyqe nga 3 vetë. Në Shqipëri nuk bën me gjyqe, por problemi është që ne themi gjyqe, ne do të quajmë gjyqe, do të ndryshojmë gjuhën. Ne kemi një problem, kemi rënë viktim. Çfarë janë këto? Kjo është një histori e kohës komunizmit me Enver Hoxhën, që pasi hoqi avokatët, si thosh, i vuri vulën komplet, që nuk kishte gjyq, madje edhe atëherë mund të quhesh gjyq më procedurale se sot. Atëherë kishte 125 vendime në gjë. Pra këtu është fshir komplet koncepti dhe i sistemit gjyqësor. Dhe kur ne flasim për terma, jo po gjykata, jo po reforma, ne po bëjmë gabim, pse po bëjmë gabim? Kemi rënë kurth në tyre. Nuk ka gjyqje, këto nuk quhen gjyqje. Këto quhen seanca formale të diellës apo më saktë diallit. Kjo është një koncept digjital absurd, që nuk ka më asnjë vlerë të shkosh ti të bësh një padi ku ti të argumentosh apo të mbrohesh në një proces gjyqësor. Edhe gjyqi jot, spektaklin e burr ka ke media, se gjyqkoti joti. Pse gjyqkoti? Se do zgjasi 15 vjet.
por ne do dalim televizor, bëjmë shaka, të tallim me Erion Velin. Dhe Erion Veli të ketë mundësi të marrë frymë jashtë qelis frikës kush. Atiro, jo prit vetëm një sekond. Se Altini e Ceku, po është një moment që duhet theksuar me forcë të madhe. Unë jam këja pjesa e dehumanizimit. Edi Rama shpërimisht ka thënë edhe proceset civile do të kalojnë përmes inteligjencës artificiale. Pra, gjykatësi, kuptimin e vullnetit, pjesës njerëzore. Gjithë shkaje, ikën dhe ty do të gjykojë ato që ka Gaxhimixhi, që ka Altini atje para. Ato do t'japin të drejtën, do të fusin burg ose do të shkatrojnë jetën. Okej. Siguroj që Gaxhimixhi im është më eficient se sa diella e tij, ta them dhe i fjalit, se diella e tij sepse diella po pret që ne të kemi ardhur më tunës vrasim gjykatësit që thotë ja tash pa zgjidhje problemin me diellën për kacë. Do shkojmë në hapësirë publicitare, kthehemi për pjesën e tretë të emisionit më rëndësishme për mendimin tim për sa i përket Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, të cilët bashkojnë votat gati për një marrëveshje tjetër. Publicitet deri kthehemi. Armir, opozita shqiptare me datë 11 maj i cilësoi zgjedhjet farë zgjedhore, ndërkohë ditën e para 2 ditësh Partia Socialiste dhe Partia Demokratike bashkuan votat për reformën zgjedhore. Ç'mendon ti për këtë? Këtu histori nga koha e komunizmit, ishte oficer që sa herë kapte gurmën ai tjetër thoshte më fal se era fundit. Dhe se ne kemi kaq vite, pak nga 2013 që Rama i vjedh, Rama i duk, Rama kështu, Rama ashtu. Vjedhet manipuluara fars. Nuk them që nuk ka të drejtë opozita. Fare. Çështja është kur ti konstaton një gjë, do marrësh një masë, prandaj janë institucione, opozita është institucion kushtetues. Hapet edhe klap tjetër se na çan rrasa thonë është del nga brenda nga këta lëtyrat që mbajnë për këmbë opozitën, sepse nuk kanë aftësi të bëjnë gjë tjetër. E thonë, i bëni opozitë opozitës. Ne i bëjmë opozitë establishmentit. Establishment është një grup ku janë bashk në këto marrëveshjet kur duhet, në mos marrëveshje ku s'duhet. Politika e opozitës i dha Edi Ramës një rezultat të frikshëm. Ne nuk u paralajmëruam gjatë fushatës që duhet ruanin votën, që duhet denonconin manipulimet. Neve patëm gjatë fushatës propozimin për një program sovranist trumpist. Dhe për këtë të paktën ne të tre që na ka këtu jemi vetë parë investuar. Altini dhe ti keni qenë kandidat të koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore, unë kam ndihmuar. Nuk e di zotëritë e tjera. Pra, hymë për Aleanca Shqipërisë Madhështore trumpiste. Nga ajo ditë unë s'kam dëgjuar më as për Trumpin, as për sovranizmin, po merret shoqëria civile me një ligj të zhbërjes familjes, nuk po merret kjo pjesë trumpiste, ndërkohë që Edi Rama mbas zgjedhjeve zgjeroi pushtetin pavarësisht se ne prisim protesta, po i vetmi që proteston dhe ishte doktori, i herë me këmish, pastaj me xhaket, me një ekran që thoshte ja treni bullgar, ja si e vodhën. Mirë vlla, historia është mbrapa çfarë do të ndodhi, e vodhi ky. Hyn parlament Partia Demokratike. Dakor. Hyn parlament dhe filloi miratimi ligjeve të platformës Edi Ramës. Pra Edi Rama ka një platformë që thotë unë do të brenda 2017-s do mbyll negociatat. 2027. Pardon, 2027-s. Më vjen shumë keq që ka ikur koha ka shpesë janë vitet e mia, më kupton, do vite mirë që t'ishin 17-ta. Ke drejt më mirë. Unë plaka më vlla me këta të dy, që vine janë tango këta. Fër, mi vodhi ti vodha, se dhe Rama ka qenë dikur hap kutit se pastaj bën marrëveshje, tani në vend që neve të kishim një reagim opozitar të fuqishëm, se nëse ti thua me Edi Ramën nuk ka zgjedhje, problemi i parë që duhet fillonte opozita ditën e parë të parlamentit, duhet të ishte nisja e një betejë politike brenda parlamentit, me institucionet ndërkombëtare, me rrugën për të kthyer votën. Propozim ligjor, çfarë s'kam propozim ligjor? Por s'ka si propozim, ka 0-0. Po them që të kuptoj se do të them dikush që shef, po mirë çfarë thu ti. Unë po them, aktivitet në parlament, pra propozimi paketave, kështu ashtu. Ndërkombëtar në rrugë. Aktivitet ndërkombëtar dhe luftë rruge. Normal, ndryshe s'bëhet. Ashtu. Ti tani prisje protesta mirë që ta kuptoj unë. Unë s'jam budalla.
Po pra prisje protest? Fare, unë them ç'a duhesh, nuk prisja gjë. Jo, e bëra unë pyetje gabim. Pra çfarë duhej? Duhej protest? Nëse unë dhe Altin Goça, nëse unë dhe Altin Goça, nga viti 2014, kemi thënë që këta janë bashkë. Nëse ne kemi dokumentuar 15-ën, 17-ën, 2017 unë me Altin Goçën kemi përcjell 48 orë live zgjedhjet. 48 orë fiks. Live zgjedhjet e kemi thënë, pa ta rezultati në orën 8, zgjedhjet ka marrë Tirana, e ka dhënë Luli. Ju i ka marrë. Ja ka dhënë Luli. Ka masakruar. Ja ka dhënë. Ashtu. Tani unë duhet të them sot, jo po opozita kështu, jo, më nuk e pristim në këtë. Unë nuk e kam prit ndonjëherë. Unë e dija që janë në lojë. Por jo kaq banale. Jam dakord me mbajtjen në shtëpitë Sali Berishës. Që ishte i moment ngrirje. Jam dakord me Vulën. Sali Berisha nuk ka punuar as prodhoi frym, as prodhoi struktura, as prodhoi pasardhës. Nuk ka pse jemi eufemist kot të mendojmë që Berisha do jetojë 200 vjet e do të ketë mendjen pik. Është një moshë të rrezikshme që fuqit, mendja e gjithçka kanë datë skadence. Kush do të jetë mbrapa? Partia Demokratike nuk ka dysh. Po s'ka as 3, as 5, as 15. Se këto zgjedhje duhet kishin qenë vënia në punë e lokomotivës opozitës, këto zgjedhje edhe të Tiranës. Ta kam thënë këtu në emision, opozita ka shpallë falimentin, me dëshirë. Se me këto zgjedhje po i thonë popullit e gjithë kujt, që edhe bashk, edhe me djemë të mirë si Flori, sfitojnë. Fiton Edi Rama. Vjedh. Vjedh, po populli nuk është idiot, se shef që ky vërtet mund të vjedhi. Po ti s'po bën asnjë përpjekje minimale, asnjë, zero përpjekje minimale, se po flisja kështu pastaj ndel para portretit yt se ti ke bërë dhe një krim tjetër. Se ti je në gjyq se ty të ka vjedhur partia jote demokratike ku ishe kandidat. Kupton? Pra, hajduti që të vodhi ty votat, dele thot vjedh ai. Tani ne duhet në radh parë gjithë politika të mbylli sistemin e vjedhjeve. Nuk hyet në Europë me vjedhje. U harrua kjo që, është ai muhabeti pra që thash oficerit që sa herë kapte grën thoshte ma fal hera e fundit, e falte ai. Dhe ne e falim. Ne na ashtu ai ne e falim. Del Berisha ti thot po thot bëjmë thot një marrëveshje thot me ata për ndryshim e kushtetutës. A thua se Shqipëria ka hall senatin? Ç'është senati? Është një mekanizëm politik. Ka shtete që e kanë, ka shtete që se kanë. Një shtet që është katandizur 2 milion vet, do bëj 2 dhoma senati, shumë mirë. Po pse do ta bëj? E bën kur të del si nevojë, po funksionon parlamenti shumë mirë, por jo duhet edhe një gjë më mirë. Po funksionon presidenti i Republikës me atributet e veta, pra që ka në kontroll kushtetutën dhe parlamentin, po duhet edhe një lubrifikant mes. Jo më vaj, Altini thash kamarier presidenti. Po e marr një ton më formal, po them, është një nënpunës. Kaq. Presidenti i Republikës, shef në aktivitet ishte para ca ditësh te Besa Kavajës. Presidenti i Republikës, Kjar Bresht e Italisë, këtë bën presidenti i Republikës. Në momente që duhet ishte burr shteti, nuk është sepse ka heq kurse do e ka zhveshur presidenti i Republikës. Pra, opozita duhet të thojë, neve do të kërkojmë kthimin e institucioneve shtetërore në shinat e tyre kushtetuese. Presidenti i Republikës duhet shtuar këto kompetenca që të jetë kontrolli i parlamentit. Parlamenti duhet shtuar këto kompetenca që të jetë kështu. Avokati i popullit, ku kandidon ky zotria, po doli Berisha, u morën firmat e gjithë dhe tha, votoni këtë donë, tha ne kemi besim drejgjonin. Domethënë këta hynë në një proces të turpshëm burrit, se mund të thuash, ore, avokatin e popullit ta morë opozita, zgjidhni vëlla këtë fusi të kandidon një. Jo kandidon, hyn 15 veta në proces. Dolën 7, kryen aspektin ligjor, pastaj thotë, jo, po ne do vëmë këtë. Pra asnjë institucion kushtetues ti nuk e ke në shinat e ligjit. Në këto kushte ti kërkon të bësh një pakt me kryeministrin e vendit për shtuar një institucion tjetër. Çfarë është Senati? Do pritet parlamenti, janë 140, do ta bëjnë 100 me 40. 40 senatorët nuk do të jetë as Andreoti, as Demita. 20 senatorë do të jenë po këta. Zeqineja, ku diun Gaz Bardhi, këta do të jenë senatorë. Do kenë shumë vite do kanë edhe bëjnë senator. Okay. Dhe kaq është. Janë gati të ulen, të bëjnë marrëveshje, të bisedojnë për nga këto ciklaminglat, nuk janë gati të bëjnë një luftë parimore
përkthimin e votës lirë. Pra, një sistem diktatorial në Shqipëri, një sistemi krimit organizuar që e thot Sali Berisha, një sistemi korruptuar që thot Sali Berisha, duhet bëjë një marrëveshje për të rregulluar, shtuar kushtetutës disa mbroklla. Redon, njëjta pyetje, farë zgjedhore, data 11 maj, vim sot me një marrëveshje PS-PD për kodin zgjedhor fillimisht, pastaj kryetari i Partisë Demokratike tha të ndryshojmë kushtetutën. Nuk shoh farsën zgjedhore siç e shohin shumica për vjedhur masive të tjerë, nuk shoh një sistem që ka dhënë këtë mundësinë. Vjedhjes, ne kemi vota më pak marrë nga PS-ja, siç ka marrë 2021, po të shohësh si numër në Shqipëri. Dhe ka marrë më shumë deputet, shumë më shumë. Është vetëm sistemi asgjë tjetër që jep. Pse bëhet kjo? Sa që në 2003 filloi duke u prek kodi jon zgjedhor, në 2003 hoq balotazhi, që sot ne do vuajmë ke zgjedhjet vendore. Sot, se do ta them, mos ta harrojmë, sot në zgjedhjet vendore ne kemi 3 kandidatë. Alin Çori për mua do kaloj 10-12% për mua. Po dhe dyshi po e kaloj që 49. Po, tani Alin Çori merr votat opozitare. Ka drejtën e plot që të jetë kandidat, pse jo? Do ankohen shumë njerëz se ka futur Edi Rama, do çot Altini Pare shqisore si të shoku me Edin tjerë, s'ka rëndësi. Ai ka drejtën e vet kandidoj. Ai sot i prish punë Gjoja Florit, ose edhe kundërta Flori prish punë Arlindit dhe Delo Gerta fituese, pse se s'kemi balotazh. Pra ke heq në një garë majoritare ball për ball, ti ke heq balotazhin. Është absurde. Pra ke bërë me dashje të lejosh vetëm 2 të parët. Kjo fillon në 2003-shin. Fillon ndryshimet e 2008-s, që ti shkove bëre me listat mbyllura, ku unë vendos këtë kem qef listën time si kryetar partie. Kalove me ndryshimet 2017-s, erdhe me ndryshimet 2020-s, me radhën e vetëm i kemi heq të drejta dhe mundësi njerëzve për të zgjedhur. Është tej masa e thjeshtë, ja ke rastin tënd. Nuk lejohet kandidati, thotë, ti drejtohet të ankohet në gjykatë në pranë institucione përkatëse. Nuk ka drejt kandidati. Një klapsa të marrë shfrymë. U bën primaret në Partitë Demokratike, doli rezultati, u hodhën kosh, doli listë tjetër. Pra, demokracia brendshme. Ajo ka më e keqe. Po ta kërkojnë demokracinë. Tani, unë nëse do të shoh një opozitë funksionale, që mos ketë më frikë nga zgjedhjet, çfarë do bëj? Do vi të propozoj kod zgjedhor. Ke kodi zgjedhor merren vetëm ato çikarime që i duan, dhe herën e fundit çfarë ndryshoi kodi zgjedhor? Ndryshuan, mbyllën listën 1/3 pjesës së parë. Kaq ishte kërkesa për dos, nuk desh asgjë tjetër. Pse bëri çfarë kishte qef gjëra të tjera. Dhe çfarë i bënim neve na detyroi gjykata kushtetuese. Kjo është akoma më të turpshme asaj kur e shef. Gjykata kushtetuese na detyron deputetin si votojë. Gjykata kushtetuese shfaqezon ose lën fuqi ligje. Nuk thot gjykata kushtetuese bëj ligjin siç them unë. Ta thot çfarë do gjykata kushtetuese, unë deputeti do votoj kundër se s'du. Ma jep kushtetuta këtë drejt. Dhe ky precedent është Kevolta Xhaçka. Më i freskët. Ka sa duash raste nëse është se ka të detyrë ose s'është ligj vënë gjykata kushtetuese. Ti opozita shkoi i bën propozim rasti marrëveshjes. Po do bëjmë marrëveshje bashkë për këtë gjë. Po dua prej teje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ligjet kalojnë. Sa e vështirë është mos vjedhin votat. Po vendosme ja ku kemi Greqinë këtu. Kush janë komisioner? Avokat, notar, prokuror gjyqtar. Njerëz po i kapet duke manipuluar votën, i prishet jeta dhe kanë të ardhur, nuk i blet as me 2 lekë. Vendosin në Shqipëri avokat, prokuror, notar, heqin prokuror gjyqtar. Avokat, notar, arkitekt, inxhinier, ekspert kontabël, që kanë licenca nxjerrin të ardhur 5-6 mijë euro në muaj. Do shkojnë ndonjëherë të shitet ose edhe po shitet për 50-100 mijë euro. Sa del llogaria me i blet gjithë komisionerët kaq. Shumë e thjeshtë. Ti bëj shërbim vendit dhe ka me detyrim, duan s'duan do vinë atje ose ti qet licenca. Do vish komisioner. Do që mos ta gjejmë akoma, ditën e fundit është pa vendi zona ku do jesh. Qas mos kesh mundësi me u gjeti me blek komisionerët. Listat e hapura, lehtë hapura 100%, kanë këtë pretendimin pasaj. Na vjen thot oligarkët. Se në listat mbyllura nuk ka problem oligarku me blerën e kryetarin tat. Po çose unë e doni, duhet votoj banditin, duhet votoj oligarkun. Është drejta ime ta zgjedh. Le më zgjidhet oligarkët dhe banditin, po ma jep më drejtën votës. Jo ti kryetari i partisë. Ke primare, ti mund votoj i pari Tiranës, dole i Kavajës. Pavarësisht se e dim se sistemi primar nuk ishte tillë. Atë deshin qytetarët, ai mori shumicën e votave, mbaroi, ai do jetë i pari listës. S'pëlqet ty, nuk pëlqen të bëj votime fare. Na thuaj që s'kemi votime, jemi neve pik. Tu ne kemi gjithë problemin sistemik. Ne na mungojnë ligjet, pavarësisht se ne themi jo vidhet, jo korrupsion, jo këtë janë ndej, të janë lënë gjitha me bështëqe të tilla ligjore që të arrihet. Gjithmonë po të shohësh me kujdes, gjithë hilet më të mëdha të Edi Ramës janë bërë me ligj. Nuk kanë bërë pa ligj. Po të shohësh gjitha investime strategjike, edhe gjatë pandemisë ne ishim i veti shtet në Europë që i bëri me ligj, i votonin në parlament nga pas 45 ditë, akte normative. Europa i bëri me dekrete. I kemi votuar gjitha, kokë në kokë. Shumë vonë. 45 ditë sa që kisha fati, kam kontrolluar tek nuk i kam votuar. Kur ta tripshin përpara në Facebook. Çfarë rëndësie ka? Çdo e keq në Shqipëri është bërë me ligj.
Pra ja bërë ligjet këqija, dhe këtu është faji opozitës, këtu është parlamentarizmi. Opozita është parlament, gjë e parë, pastaj del në shesh. Dhe që thar mirë është vetëm një rrugë. Parlament, ndërkombëtar dhe shesh. Të treja bashkë. Po të kesh një qëllim ku do arrim në fund. Të kesh një strategji çapo të kërkon. Ne sot shohim Florin, unë kam se po i mbaj gjatë. Shohim Florin si kandidat. Unë kam mik, është shumë i mirë, unë do e votoj, ai votën time e ka. Shoh Dalin Qorin që shoh shtresën e mesme, çfarë njohun, shtresën e mesme me para, dhe kjo është e çuditshme. Nga i parë ke fundit intelektual, që do të votojnë Dalin Qorin. 99% atyre që kanë folur shtresë mesme, që takoj shumë, janë për Dalin Qorin. Shtresë mesme tamam, flasim jo punëtori mesëm, shtresë mesme, ai që nxjerr 5-6.000 euro, 7.000 euro muaj, që është absurde në konceptin tonë, një djathi parimisht, të votojë dot marrë. Por kështu ka ndodhur. Po Flori sot del dhe tregon të këqijat e Tiranës, që është vërtet kështu është. Ne sot unë me Radi Herën gati me vonesë, pse ka i trafik Tirana. Si do rrezidesh mos të rikto? Po nxjemi një program. A lejon, as lejon këto kioskat e prishura, se ishte sot partia duke ecur sipër gurave. Po dakord, ma do të jenë apo s'do të jenë? Ka bashkëlje apo s'ka bashkëlje? Si do lejohen, si s'do lejohen? Bashkëlje ishim varrim neve në fshat bashkë, te ja babai zot. Elona Casti, po s'ka vënën për varrez. Ke plerën të finër dhe. Erdhën në prunë denoncim, ke plerë të finër është landfill. Mbaroj. Landfill dhe jo kanë hedh plerë, shtyn kanoçë. Bashkia zgjedh hallet e përditshme të njeriut, për të punësh. Atë që kam ditë për ditë, nuk është për bërë politika të mëdha. Ka që do të mësua zotëri. Do ndërtohet. Sa do ndërtohet, si do ndërtohet? Po pra, Erajl, një mendim tënd në raport me bashkimin e votave për një marrëveshje tjetër midis Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste për kodin zgjedhor dhe për kushtetutën. Atëherë, bashkimin e votave, gjithmonë kur i kam bërë për të keqen e Shqipërisë dhe kënd ka treguar çdo bashkim votash, kur dyshuar kushtetuta, shprehur kushtetuta si ligj themeltar, gjithmonë kanë ardhur pas fare të këqija. Dhe gjithmonë ka një plan të zi mbrapa midis palëve që gjithmonë themi që kur bashkojnë këto vota midis dy partive më të mëdha, e pse gjithmonë qytetarët. Nëse realisht kjo opozitë do të bashkojë votat me atë që e akuzon publikisht që është bën farsat elektorale, ka mafjen, ka po bandit, gjitha këto gjërat, atëherë thuj, do bëjmë një kushtetutë re. Dhe të na paraqisi platformën një kushtetutë e tre. Por të ngacmosh kustetutën, kur siç e tha Armir që asnjë institucion nuk funksionon, avokati popullit, kushtetues, presidenti, po edhe vetë deputetët, se edhe vetë deputetët tha do zëvendësohen me diellën dhe kërkon të bësh një senat kur vetë kryeministri ka thënë që nga 140 ta çojmë 100 numrin e deputetëve, pra ai që tha, bëjmë 100, mbështojmë dhe senatin dhe rrim po këta. Pra thjesht apo themelojnë, me sa kuptoj nga kjo marrëveshje, do vazhdoj i njëjti regjim, madje edhe më keq, dhe këto senatorët bëhen pa prekshëm dhe do vazhdoj çdo zgjedhje kështu farsa dhe nuk ka zgjidhje. Për mua zgjidhja vetëm është të ketë platformë të qartë dhe prekjet ligjore, çfarë do jenë të qarta apo jo. Që të futesh referendumin në kushtetutë, të futesh kompetencat e presidentit, ai prek, ose rikthe kushtetutën 98 pak, është një kushtetutë shumë e mirë. Për në ato kushte siç u bë, ose është 100 herë më e mirë se sa kjo që kemi aktualisht. Jo, se ishte shumë e mirë, por është 100 herë më e mirë. Në kushtet që u bë, ose është shumë herë më e mirë se sa këto prekjet që kemi bë. Edhe farsën elektorale. Ore, në të vërtet Partia Socialiste nuk mori 51-52%. E ka kodin që e votuan ta. Pra, nëse do kishte një strategji të pastër zgjedhore, mund të ishte në pushtet sot opozita. Pra, fatin dhe gjithë organizimin të shikoj dhe vetja, jo tek njerëzit, por që unë shikoj realisht, si që unë mendoj që ky bashkimi i votave është gjithmonë një plas që dëmton. Si e shikon këtë moment bashkimin e votave, jo vetëm për kodin zgjedhor, kujdes, zoti Berisha tha jemi gati për marrëveshje, për me pa kushtetutë, për me prek. Atëherë, unë kam vështrimin tim, ne do t'i themi gjërat ashtu siç janë, dhe ne të dy kemi një diferencë me tre miqtanë dhe kolegët tanë, për fakt se ne të dy kemi qenë kandidatë në këto zgjedhje, dhe jemi dy njerëz të cilët kemi qenë subjekte elektoral që prekëm kodin zgjedhor edhe si viktima të këtij kodi zgjedhor ku ti po e ndjek deri në gjykatë kushtetuese këtë gjë. Unë do thoja me një fjali si thosh sentencë që të ngelet një herë për gjithmonë. Në Shqipëri ne kemi një sistem politik që është produkt
i një konsensusi, dy partijak, PD-PS, që nga 2008 të paktën e këtej të demonstruar, që synon të shkatërrohet çdo lloj mundësie të përfaqësimit të qytetarëve me votë dhe të krijimit të një sistemi të pranueshëm minimalist demokratik. Pra kjo të ngelet, këta e kanë bërë bashkë. Sali Berisha, Edi Rama, sot, dhe me një kështu si thosh boshllëk Edi Rama Lulbasha, pra një segment kohor në mes të kësaj gjëje, kanë prodhuar një sistem që të krijoj Sorosit këto kushte që ne kemi sot të një shpopullimi total të Shqipërisë, sepse kur shkatërrohet sistemi i gjykatave me votë, 140 vota në parlament apo. Kur realizohet shpopullimi i Shqipërisë në censurë dhe heqet plos të fjalës shpopullim në 7 vjet apo. Për herë të parë u përdor fjala në 2021 nga Lulzim Basha, një muaj gjysmë para zgjedhjeve, që kishim që 2014 në mirë që ky ishte argumenti kryesor që kishim për Shqipërinë. Në një vend që këta kanë punuar gjithmonë bashkë, ne jemi përballë një fenomeni të ri që duhet i bëjmë thirrje qytetarëve shqiptarë, nëse na ndjekin dhe ai se na ndjekin, dhe të mundohen si thosh ta reflektojnë këtë gjë, thashë themin e tyre, komunikimin e tyre, dhe do zoti si thosh ka një lloj reaksioni, po na bëjnë varrin e fundit të tipit. Me që u përmend Varreza. Në Shqipëri shpesh në të njëjtin varr gjenden dy vet. Kalojnë vite, një bashort pranë bashortes apo e kundërt, apo po të shohësh të gjitha çastet ku reforma zgjedhore është ngritur dhe është bërë me ndryshime kodi zgjedhor apo kushtetute, me votat e përbashkëta, është sikur po shtojnë të vdekurit shqiptar dhe një arriva arrostje, po edhe më thellë, edhe më thellë, edhe më thellë. Çfarë do thotë dhe më thellë, dhe më thellë, dhe më thellë? Në çdo çast ne shkojmë për herë më poshtë dhe unë jam i sigurt që kjo që po bëhet tani, në këtë fund, është projekti final që njerëzit e PD-s të gjejnë konsensusin e mbjetesës tyre, të njerëz që nuk votohen pa ishin dhe listat mbyllura dhe ne i pam, zakonisht një parti listat e mbyllura futet ata që janë vlera për partinë, por nuk marrin vota, sepse kurse po ti shohësh të gjithë ata që kanë futur listë mbyllur, janë lopataxhin që ka përdorur varrimi i një sistemi të mundshëm demokratik elektoral. Sepse kush e ka bërë këtë gjë? Kujtohemi pak. 2008, 2000 dhe çdo herë tjetër, se s'po i marr më vitet tani. Si soi duken. Kanë qenë një grup lopataxhinsh me krye Ort Birikbashin, Gazbardin, Ivi Kasunes, shumë emra të tjerë, s'po vin Dikura Helimi me radhë kështu, nga një ran, dhe Rama që përdorte këta ushtarët e vet, që këta i thoshin si arkitekt, si inxhinier ndërtimi, hape më thellë varrin e shqiptarëve, hape më thellë, dhe këta i thoshin lopatat. Dhe këta janë si thosh bashkëfajtorët e një sistemi që i mban gjallë këta në atë pozitë që u ka caktuar mafia Soros për lart. Pse dhe po të shohësh, është stabilizuar pushteti dhe opozita si një kalcifikim i plot monumental që realizohet në vitin 2027-29 me një ram president me fuqi mbretërore, edhe me një opozitë që do jetë oborri mbretëror në formën e senatit, në formën e parlamentit, sepse ju e kuptoni shumë mirë që është qesharaket mendosh që mund të fitojnë këta. Me këtë mënyrë si ja bëjnë varrin vetes. Tani, a jemi në 2025 edhe kemi vetëm një vit kohë nga 2024 kur ta bën një varr në parlament të asaj që gjykata kushtetuese hapi në 2021 mos gaboj redon, që i bën listat e hapura. Apo çfarë është lista e hapur? Lista e hapur është një mundësi që kush tjetër i zoti le të marrë votat. Le të marrë votat. Partitë kanë fuqinë që të bëjnë një listë partisë tyre, populli vendos se çfarë do bëj për ta. Jo. Zgjedhin oborrin familjar mbretëror, palët, dhe luajnë me këtë oborr mbretëror dhe të tjerë i fusin në një fushat që s'rrin mas numrat votat, apo se rasti jot unë se unë hoqa dorë që fillim se kuptova në numrat që ishte e kot, si thosh lodhesha, por aq pak vota, mbi 2000 vota do ftoja për 3000, kupton? Kurse rasti jot ishte që ti ishe fitues ata të ndërprer në mes të ndryshimit të rezultatit, që ti merresh mandat dhe u cenove njerëzit e familjes. Domethënë në një filozofi si kjo, Rama dhe Berisha ishin bashkë rasti jot, sepse votuan bashkë që ti të mos numëroje votat. Tash çfarë interesi kishte Rama? Çau lonit mos sërzonte një nga njerëzit e afërt të kryesisë PD-s. Rama shkundërshtari apo jo? Duhet të dëmtonte. Jo. Kanë qenë gjithmonë bashkë, tash po bëhet një varr i përbashkët, unë i bëj thirrje të gjithëve, ta kuptojnë që nëse kanë bërë gam për çdo reformë zgjedhore, që ja këta të poshtë, këta kështu e këta kështu, ne duhet të dalim përpara kësaj të keqe tani, para se të fillojë. Sali Berisha dhe Edi Rama po gatuajnë bashkë një varr të ri elektoral, i cili është një rivarrosje e re, që është më e thellë akoma, që do ta mbylli përfundimisht nevojën që ti të bësh emisione, për të trajtuar këtë temë se s'ka kuptim. Do e bëj diellën. Do e bëj diellën.
Ta mbyllim domethënë emisionin parimisht? E mbyllim. Unë dua të bëj një koment vogël. Shiko, do të bëj koment vogël kuptimin literal domethënë do të jap një opinion. Më ngacmoi Redoni me atë statistikën që njerëzit çuditërisht po shkojnë nga Arlind Qori. Dhe më çon mua në analizën time që politika ka falimentuar. Arlind Qori, pavarësisht antipatisë time si përkatësi e majtë që është, ma ka shpif kur po të fushat me bicikletë, domethënë. Ne Tirana është e borgjezve, nuk është e bicikletave. Dilte njëri me bicikletë me 3 rrota me këtë. Por gjithsesi, është shembulli se si ai që punon për ditë, ai krijon besim. Ai krijon elektorat. Dhe nuk do të ishte i përfillshëm fare Arlind Qori, sikur kjo shtresë mos kuptonte që ishte tradhtuar 355 gradë, dhe 5 gradë, jo se nuk e tradhton Arlindire. Po Arlindi për interesat e veta është konsekuent. Kurse gjithë të tjerët urdhëron. Njëri thot ka 10 votë, pastaj të bëjmë marrëveshje. Pastaj do të presim ose bëhet. E tha ose bëja gjëm, tash ulemi në parlament. Dhe një person me 2 paramend në kokë, që thot 2 plus 2 bëjnë 4, shef që jam duke u tallur me të sistematikisht. Atëherë, gjej tek Arlindi ose tek ky tjetri që thot rini veshur. Si e ka? Ky mor që vjen nga Amerika. Pilinçi. Po, urdhro. Ka njerëz që bëjnë spital psikiatrik. Po eksakt. Pse? Sepse tërheq zvarr. Po pra gëzohen njerëzit mos e thotë, pak do është njëri që e thot. Se as këtë nuk e thot njëri. Një 8% që merr ai Pilinçi. Absolut. Absolut. Në një spital psikiatrik ti nuk duhet ta bitesh për rezultatet e zgjedhjeve. Armir. Kam dhe pyetje përse i përket me që hape këtë Pilinçi. Ky ke ka shpall kandidaturën? Jo, valla Pilinçi, shiko, atë që thot Altini, spitali psikiatrik. Pilinçi, e dëgjova që dalte pazari, i tha, ne nuk duam vota, tha. Ne kemi gati qeverin, këta do arrestohen e do vim qeverin. Dhe njerëzit rinë e dëgjojnë dhe e besojnë. Tani ai nuk ka pikën e fajt, kupton? Çdo aktor që hypën skenë dhe interpreton një skeç ose çdo i smur ose çfarë do të jetë, nuk ka ai fajin më vëlla, nëse ka audiencë. Në Amerikë kemi parë filma që kur del njëri stononi gjuar me çaka, me birr, me domate. Në Shqipëri del një idiot dhe njerëzit duan trokasin. Del një idiot, njerëzit i çojnë lule. Ua sa i madh është. Dhe dalin këta politikanët përfitojnë dhe njerëzit dalin këta. Shiko, ka një problem. Unë bëra një humor. Fakti që del. Më le ta mbyll me këtë se s'do të flas pastaj. Bëra një humor ditë. Them me që Berisha e hapi garën për 2026 për kryetar të PD-s, do kandidoj si i pavarur PD, unë. Si i pavarur në PD? Satir, sarkazëm, po për një njeri që ka një 4 vjeçare, jo më shumë, e kupton që nuk bën sens, nuk mund të hysh në një parti dhe të kandidoj si i pavarur. Mua mi më shprehin mbështetjen njerëzit. Do kem mbështetjen time, thotë edhe nga Amerika më kanë ardhur njerëz që kanë qenë politik. Kem mbështetjen time, më thon mua. Prit. I kishe komentet e emisionit. Ore prit, kem mbështetjen time, më thon mua. Këtu njerëz që ashtu dhe do të që të vjen si ambël mërburi dhe them, ta mos i skandidoj, sepse fillon të fryj ky lloj elektorati, edhe fillon të ngremë valla, se muhabeti preshit. Si plasma. Do preshi fluturojnë, është një fluturimi. Një diçka për shtuar ti deri në Po unë kandidoj në Tiranë, pa kandiduar, domethënë kandidoj vetëm për të paraqitur platformën elektorale. Jam një kandidat që nuk marr vota, se nuk jam për të regjistruar në KQZ, po e bëj këtë vetëm për të treguar se si qeverisë Tirana, edhe si një kundërpesh ndaj faktit që Fondacioni Soros zyrtarisht po shkruan programin e Florian Binet nëpërmjet profesorit saj zyrtar, Erman Asime, që unë kam 3 ditë që e denoncoj këtë fakt, që nuk i shkon PD-s të paktën, që në kohën kur pret ndryshime botërore trumpiste, paraqitet në fushat zyrtarisht me një kandidat i cili zyrtarisht i shkruhet platformën me kandidatin e vetë PD-s në këtë rast, sepse Hermali ishte kandidat para Florit, nga PD-ja bashkë me parti tjera, që bën programin e Sorosit. Nuk e di me fjalë që na detyrojnë të votojmë programin e Sorosit. Po unë e kam Arlind Qorin me program Sorosit, e kam Ogerta Manasiliu me program Sorosit. Tash do më lejnë pa votu fare me një program të prap Sorosit, me Florian Binet dhe unë prandaj kandidoj që si të kandidoj me program pa kandiduar, kuptohet, për të paraqitur një platformë për detyruar Florin, do të jetë me Altini, do të jetë me Sorosin. Partino, do të kundërshtoj këtu me shumë forcë. Në spital psikiatrik të jetoj. Sepse problemi është këtu që
paktën është i vetmi burr që ka thënë përfill Sali Berishës. As e kam takuar të do takoj. Kuptoni? Okej. Erald, ke diçka të fundit apo? Ja. Redon? Po, në fakt për Florin e kisha dhënë diçka të fundit, me që jemi në kohë fushate po e Jo, qyr. patjetër. Fushat pa fushat. Jo, në fakt i bëj thirrje Florit që të ulet ta bëj vetë programin e vet, s'ka nevojë as për PD-s për gjë, sepse gjithë problemet kryesore këto zgjedhje do i ketë nga brenda PD-s. Nuk do i ketë nga PS-ja. Ti e ke provuar dhe ai do të provoj, sepse askush nga ato që janë aty sipër PS në PD nuk ka dëshirë që Flori dalë mirë me vota. Pse e the PS ti? Sepse so janë aty në parlament sot. Dakor. Vjen shkogjua ku dëm. Po. Redon, falenderoj që ishe me mua sot. Erald, faleminderit. Altin Goxhaj dhe Armir Shkurti. Ishte realisht një emision që më kishte mungu prej kohësh, edhe ju falenderoj për kontributin, se kjo që bëni ju është kontribut. Sinqerisht domethënë, edhe e çmoj shumë. Unë e di, nderuar teleshikues, ka marrë shumë mesazhe të thonë drejtën për rikthimin pak a shumë të këtij paneli, se është i paneli mungum, se zgjedhjet vjet në Amerikë ja u kemi dhënë pak drejtimin me emisionet që kemi bërë këtu. Jo se unë jam naiv dhe them që e përcaktuam në rezultatin, jo, fare, por ne e bëm për shefin tonë, ju e dini shumë mirë, edhe na keni ndjekur, na keni. Por ishim nga krahu i të vërtetës. Patjetër, kjo është, gjithmonë kemi qenë nga krahu i vërtetës. Edhe fitores dhe Ky emision ka parashikuar dhe fatin e Erion Velis. Fatin kur ti tragjik. thua se do ta Redon Meksit. Prit ta mbyll me atë që e hapet ti, se ti thua ky emision është i njanshëm. Është i njanshëm. Po është i njanshëm nga ana e të vërtetës dhe ndershmërisë. Kjo është ana jonë. Sa të kemi mundësi do e bëjmë këtë gjë. Ju rikujtoj që ky emision ritransmetohet edhe nesër në 14:30 minuta. Faleminderit për mesazhet që na keni shkruar. Sigurisht që emisioni është dinamik dhe nuk mund të preken të gjithë temat, se na kanë shkruar, na kanë pyetur qytetarët edhe për tema tjera, të cilat nuk kanë qenë objekt të debati. Do kemi Dalini studiojmë edhe film. Jo, do kemi të mërkurën e ardhshme. Çunat më kanë dhënë fjalën që do jenë vazhdimisht miq të emisionit. Nuk mbetet gjë tjetër veç se takimin e radhës ditën e mërkurë në orën 20:00. Kujdes, një ditë para gjyqit që do kemi me Erion Velin gjykatën e Tiranës me 6 nëntor. sot kishte dy kandidatë, një kandidat